Në kuadër të 8 dhjetorit ditës kombëtare të rinisë, kryetari i Bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli zhvilloi një takim me Këshillin Vendor Rinor të qytetit. Gjatë bisedës u diskutuan një sër çështjesh me rëndësi për të rinjt, duke u fokusuar në prioritetet për përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve rinore, si dhe për hartimin e një kalendari të qartë aktivitetesh dhe iniciativash për vitin 2026. Një nga pikat kryesore të takimit ishte nevoja për një buxhet më të detajuar e specifik për sektorin e rinisë, në mënyrë që të mbështeten projektet me karakter dhe vokacion rinor. Kryetari i Bashkisë Ilir Xhakolli e vlerësoi takimin si një hap të rëndësishëm drejt fuqizimit të rolit të rinjve në vendimarrje dhe rritjes së përfshirjes së tyre në aktivitete në zhvillimin e komunitetit. Ai theksoi se të rinjt janë energjia, vizioni dhe forca krijuese e Pogradecit, duke garantuar se bashkia do të mbetet gjithmonë në krah të tyre për nisma dhe projekte që sjellin ndryshim pozitiv.